Aktualisht produktet e cilat janë në treg janë të sigurta. Kosova në linjë me vend të Bashkimit Evropian ka vendosur masën e ndalesës së përkohshme. Të gjitha ngarkesat që importohen në Republikën e Kosovës fillimisht i nënshtrohen kontrollit zyrtar të inspektorëve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë dhe vetëm kur janë në përputhje me ligjin ato lejohet që të kryer çdoganimi i tyre dhe të dalin në tregun e brendshëm. Aktualisht produktet e cilat janë në treg janë të sigurta sepse në secilin moment kur eventualisht mund të ekzistojnë ndonjë dyshim mbi to, atëherë gjithmonë vendoset që të largohen nga tregu, të hulumtohen dhe pastaj varësisht nga rezultatet finale që nxjerren nga hulumtimi, atëherë vendoset për fatin e produktit. Nga dita e parë që është dhënë njoftimi se ka shpërthime të sëmundjes avian influenca në shtetin e Brazilit, në disa rajone, po atë ditë Kosova në linjë me vend të Bashkimit Evropian ka vendosur masën e ndalesës së përkohshme për gjitha ngarkesat nga ky shtet dhe masa është ende në fuqi dhe ne jemi duke i kontrolluar në mënyrë strikte secilën ngarkesë për të evidentuar se